Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani e në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, data sot është 15, nuk është 7 viti 2026. Jemi pak para mesnatë. Nuk u bë as i gjallë, as i vdekur kryetari i komunës së Tetovës sot Bilal Kasami lidhur me kërcënimet që nën kryetari i tij, Albi Qamili, ja drejtoi gazetarit Rami Mislimi. Të paktën të kishte thënë mirë ka bërë, ose të kishte thënë kërkojmë ndjes, siç e bëri dje Mickovski, rastin e vet lidhur me Stojilković. Por, në fund të fundit, kur gjitha këto llogaritën, atëherë, nuk ka pas sot gazetar që nuk e ka kërcënuar apo e ka vënë vetveten në vend të Ramis. Ka reaguar edhe shoqata e gazetarëve të Maqedonisë, SHGM apo ZNM, si doni. Ashpër për kërcënime serioze me jetë të drejtuara ndaj gazetarit të portalit Tetovës sot Rami Mislimi, për cilat është paraqitur edhe kallëzim penal në sektorin për punë të brendshme Tetov. Sipas procesverbalit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, pas publikimit të një përmbajtje gazetareske dhe një komenti që lidhej me kryetarin e Këshillit të Komunës së Tetovës, Albi Qamili, i cili ko pas ko ushtron detyrën nën kryetarit të komunës, gazetari Rami Mislimi, fillimisht është kontaktuar në telefon nga Albi Qamili, i cili sipas kallëzimit i ka drejtuar kërcënime serioze atij, por edhe fëmijës së tij të mitër, duke kërkuar ta fshihë publikimin nga portali dhe rrjetet sociale, thot në reagimin e shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë. Në proces verbal në MPB-s, thuhet se më pas, në afërsitë të komunës së Tetovës, Mislimit i është ofruar një person që është prezantuar si vllai i Albi Qamilit dhe sipas kallëzimit i ka drejtuar kërcënime shtesë, duke i thënë se një kamerë nuk do të mbrojë. Kërcënimet e tilla përbëjnë një sulm të drejtë ndaj lirisë së mediave, të drejtës për informim dhe sigurisë së gazetarëve. Kërcënimet ndaj një gazetari për shkak të punës së tij profesionale, veçanërisht kur ato shtrihen edhe ndaj anëtarëve të familjes së tij, përbëjnë një përpjekje të papranueshme për friksim dhe heshje të raportimit kritik. Thuhet në reagimin e shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë, e cila i bën thirrje Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Prokurorisë Themelore Publike që urgjentisht në mënyrë efikase dhe të plotë të veprojë sipas kallëzimit, të sqarojnë të gjitha rrethanat e rastit dhe të sigurojnë përgjegjësi penale për autorët. Kujtojmë se me ndryshimet në kodin penal, sulmet dhe kërcënimet nga gazetarëve gjatë ushtrimit të detyrës së tyre profesionale trajtohen me mbrojtje të shtuar penale juridike. Përkatësisht gazetarët në këtë rast barazohen me personat zyrtar. Prandaj, presim që institucionet të zbatojnë në mënyrë të përpikt dispozitat ligjore të dërgojnë një mesazh të qartë se kërcënimet dhe dhuna ndaj gazetarëve nuk do të tolerohen. Shoqata gazetare Maqedonisë thotë që në reagim do të ndjek me vëmendje zhvillimin e këtij rasti dhe të ofrojë kolegut Rami Mislimit të gjithë mbështetjen e nevojshme juridike dhe profesionale. Njëherë të bëjmë thirrje të gjithë barzat të funksionarit publik, faktorëve politikë dhe qytetarëve të përmbahen nga gjuha e urrëqjes, kërcënimet dhe presionet e gazetarëve dhe punonjësve të mediave, pasi siguria e gazetarëve është parakusht për gazetari të lirë, të pavarur dhe profesionale. Dhe ajo të cila u pa dhe u përcoll më vonë, doli se gazetari i portalit Tetovës sot Rami Mislimi ka të drejtë ta shprehë mendimin e vet. Por jetojmë në një qytet dhe në një shtet ku çdo gjë është e mundur, skopska. Por, mbi të gjitha, unë çuditem se pse deri tash në këtë kohë, ja jemi pak para mesnatë, nuk doli me asnjë resht kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami të thoshte, ka të drejtë kifar Albi Qamili. Ose nuk ka të drejtë, të paktën të ishte bërë fleksibil dhe të thoshte dhe nuk e tha as as por nuk është për të çuditur, Këtu e 32 vite më përpara, unë si Mesut Shabani çfarë nuk kam përjetuar. Por nuk është ajo e cila edhe duhet, sepse ja ta zëm. Aq shumë janë bërë të paprekshëm pushtetarët sa që mendojnë se me ta fillon shqiptaria, me ta përfundon shqiptaria. Dhe a ditë kur dalin nga posti, nuk i shem më. Nuk është okay. Por, dhe kanë zgjedhur pastaj për ta mbuluar këtë, për të shkuar që është në rregull, okay. Në pritjen e organizuar nga Ambasada e Republikës së Turqisë, Bilali, Izeti. As Izeti një fjalë nuk e tha. Të dy bashkëkryetarët e Vlenit. Nuk është okay.
Nuk është okej. Por, një ditë çdo gjë do t'i vijë fundi dhe përfundimi. Por, këta harrojnë se në përfundim të asaj që pritet të ndodhë, problem do e kenë. Nga ajo që u tha sot nga Rami Muslimi, nënkryetari i komunës Alvi Qamili, cili herë luan rolin nënkryetarit, herë luan rolin e kryetarit të këshillit të komunës, del se në një prezantim lidhur me 60 emrat e rrugëve, dikush ja përmend Alvi Qamilit edhe Muhidin Aliu. Ti mua ma përmend Muhidin Aliu. Dhe këtu është e drejta e Rami Muslimit. Nuk është në listën e propozuar Muhidin Aliu, legjenda e shqiptarisë në Tetov. Çfarë faji ka këtu Rami Muslimi? Sepse i thot hapur, jeni San Lepirës? Çfarë nuk u thot? Okej, nuk është okej. Por, presim që gjykata, pasi Mickovski thot, janë të pavarura, pres që ministri i drejtësisë, i thon Pollozhani, ta përcjell situatën, që të fshehet, sa i di dhe të fshehet, atë ka zëna, profesion. Pas 3 ditë dhe 4 ditë, dhe me një temë krejt tjetër. Pra, gjithandej, Maqedonia nuk është, pa marrë parasysh bindjet politike të ndonjë gazetari, sepse edhe ne jemi njerëz. Me gjitha jemi qytetarë të këtij shteti, kemi të drejtën e votës. Kemi të drejtën e votës. E drejtë e ti është, ne nuk e gjykojmë Rami Muslimin se është me BDI, apo ka qenë me BDI. E gjykojmë rastin. Ramia ka të drejtë. Ndërsa, shohim tash se si do veprojë policia vetë e cila duhet të merr masa ndaj Alvi Qamilit. Unë kisha thënë këtu se i ka përfunduar karriera politike Alvi Qamilit. Po, mendjemasia nga njerë të çon të bëhesh, edhe më tepër se sa që duhet. Dhe, që dalë sot Konstantinovski, vërtet mbrëm, në një intervistë të Siteli dhe ka shitur mend, edhe atë çfarë mend. Pra, Konstantinovski thot, vendosje në tabelës në gjuhën maqedonase në gjykatën kushtetuese dhe hekja e saj e gjuhës shqipe është vepër e Sali Murat. Okej. Ti je ai cili respekton kushtetutën. Vendosje tabelën atë. Shumë mirë se si duhet të jenë mbishkrimet. Dhe në gjuhën shqipe, mos ta shit dengla. Mund të ndërtohet pra një kritik politike dhe sociale ndaj vetes Konstantinovski, duke u fokusuar te zbatimi i ligjit, jo te sulmet personale. Kryetari i gjykatës kushtetuese Darko Konstantinovski, në vend që të merret me polemika politike dhe të flas për gënjeshtra, do të ishte më bindës nëse do zgjidh vetë çështjen që ka ngritur debat. Nëse tabela e hyrjes të gjykatës kushtetuese është vetëm në maqedonisht, atëherë zgjidhja është shumë e thjeshtë. Vendoset në gjuhën shqipe, në përputhje me rendin juridik dhe dispozitat që e rregullojnë përdorimin e gjuhës sipas kushtetutës. Edhe nëse tabela është vendosur në vitin 2021 nga një kryetar i mëparshëm, kjo nuk e përjashton përgjegjësinë e drejtuesit aktual për ta korrigjuar një praktikë që krijon pagnajsi dhe përsëritje të pabaratisë. E me këtë del sigur, ja, u angulita. Jo, ti na ke ngulitur që ditën kur ka ardhur në pushtet, sepse nuk e ke zbatuar ligjin për mbishkrimet në institucion. Institucionet kushtetuese do të jenë shembull për respektimin e ligjit të barazisë së qytetarëve. Jo të arsitohen duke ja kaluar përgjegjësinë para ardhur. Bëni. Ja te ke. Nëse Konstantinovski beson se akuzat janë të pabaza, mënyra më e mirë për të mbyllur ato nuk është konferenca për shtyp apo intervistat për veprim konkret. Një tabelë të gjuhësh do të ishte një mesazh se gjykata kushtetuese përket gjithë qytetarëve dhe se kushtetuta respektivisht në praktikë respektohet jo vetëm në deklaratë. Në fund, autoriteti një kryetari të gjykatës kushtetuese nuk matet nga sa i fortë i kundërshton kritikët, por nga sa konsekvent është në zbatimin e parimeve kushtetuese në institucionin që drejton. Thash se jam i mbequr dhe mbahem i mbequr. Thash, ju nuk besoni. Ju nuk besoni. Ka një përplasje. Interesant. Një fjalë e urtë popullore shqipe ka thënë dhe ka qëndruar deri tash. Shtëpia është e mikut dhe e Zotit. Pra, mik misafir në Maqedoni është edhe ambasadori i Irlandës brenda Newart.
Dhe gjatë prezantimit të prioriteteve të presidencës së Bashkimit Evropian, vetëm disa fjali e kushtoi zgjerimit të BE-s. Ai tha se do të angazhohen për integrimin sa më të shpejtë të vendeve të rajonit në Union. Ndërsa për Maqedoninë përmendi shkurt e mbështesin fuqishëm, ne do punojmë drejt përfundimit të negociatave të antarësimit me Malin e Zi dhe do të përpiqemi të arrijmë përparim thelbësor në negociatat me Shqipërinë, Ukrainën dhe Moldavinë. Sigurisht ne mbështesim fuqishëm edhe Maqedoninë e Veriut dhe antarësimin e saj në Bashkimin Evropian. Do të punojmë së bashku me partnerët në Union dhe me autoritetet këtu në Shkup për të parë se çfarë përparimi mund të arrihet në këtë drejtim. Ku ke pa shpinë tënde ta thotë mbështesim fuqishëm Maqedoninë e Veriut në procesin eurointegrimit, por fokusi i Irlandës mbetet në Malin e Zi, Shqipërinë, Ukrainën dhe Moldavinë. Maqedonia kërkum nuk është. Ja, në shtëpinë e tha. Në kuadër të Komisionit për çështje evropiane të cilën e udhëheq Antonio Miloshovski. Në debat, kuvend, rrugën të to prezident, opozita ka akuzuar për propagandë. Ministri tha, durim be burra. Ama kush na e thot? Kush na e thot? Ministri i cili asnjë investim konkret në bëri në Maqedoninë Perëndimore. Por mbi të gjitha, sot unë e përshëndes, ka filluar të qarkullojë 2 herë brenda ditës, në mëngjes dhe në mbrëmje, nga Shkupi për në manastir, dhe në mëngjes dhe në mbrëmje nga manastiri për Shkup. Pra, si është e mundur të aktivizohet aq shpejt, ndërsa Hekurudha, që është gati, do vetëm dhe një sinjalizim apo diçka tjetër në një pastrim, Shkup, Tetov, Gostivar, Kërshov nuk mund. Tu është ajo që e themi unë gjatë gjithë se kohës. Nuk do. Dhe parat nuk i do, sepse duhet dhënë diçka, disa qindra mijë euro. Tash, për disa momente do ndalemi në kuvend debatin për rrugë Tetov Prizren. Para disa ditëve Vlen publikoi video nga ekskavatori që kishte nisur punimet për rrugën Tetov Prizren. Sot në pyetjet e deputetëve drejtuar ministrave u diskutua pikërisht për këtë temë. Deputetja Rina Ajdari tha se po propagandohet për pikë politike për ndërtimin e këtij projekti, që është akoma në fazë projektimi. Deputetja Ajdari tha se është shkelje ligjore të fillohen punimet pa kryer procedurat për një territor të mbrojtur si monument natyre, siç është Parku Kombëtar i Malit Sharr. A është përpiluar dhe miratuar projekti infrastrukturor dhe projekti themelor për ndërtimin e rrugës magjistrale Tetov-Prizren? A janë realizuar studimet, elaboratet dhe procedurat e nevojshme duke pasur parasysh se trasa e parapar kalon nëpër territor të Parkut Nacional të Malit të Sharr? Ministri i Transportit Aleksandr Nikolovski nuk u përgjigj konkretisht, por tha se punimet po zhvillohen në mënyrë solide dhe se për këtë projekt të ndërlikuar në teren malor, kostoja do të jetë mjaft e lartë. Solidno se развива, сакам да имате представа дека се работи за исклучително комплициран проект. Имајте предвид дека теренот на двете страни е доста комплициран, зборуваме за шарпланина која што е од едната и од другата страна. Izgleda nestabilni na jedna strana. Se i përket trases që ka shtruar qeveria e Kosovës, Albin Kurti është një fjalë të gjuhës shqipe, Rish Tremër fol drejt, ka kryer punën e tij, kanë mbetur vetëm tash të rirregullohet disa pjesë dhe pjesa e tunelit. Pra, kjo s'ka qenë hiç andej atan të shohë se si është zhvilluar. И очекувате дека ќе е скап проект. Kujtojmë që një komision ndërshtetror është formuar për udhëheqjen e këtij projekti i përfaqësuar nga Ministria e Transportit, ndërmarrja publike e rrugës shtetërore dhe përfaqësues nga institucionet e Kosovës. Edhe në territorin e Kosovës ky projekt tashmë është duke u zbatuar me punimet në terren. Po pra, kur merrem me ministrin nuk është informuar, ai flet për diçka tjetër, për shumën e madhe të parave që duhet të vjelin nga fondacionet ndërkombëtare. Atëherë, pra dhe njerë, unë e përgëzoj për atë që filloi treni Shkup manastir Shkup, kur Ministri Sheshët, kur do filloi kjo Shkup Tetov, Gostivar, Kërshov, kur gjë nuk ka. Shqiptarët e cilët punojnë në Hekurudha thonë, maksimum janë 150.000 euro që të filloj të lëviz këtë tren. Maksimum. Kështë okej, por unë vazhdojmë atë. Ka pasur shumë shkrime kohët e fundit lidhur me atë se a duhet të burgosurit të cilët rrinë në për burgjet e Maqedonisë
Pra, nga burgu i Drizova, nga burgu i Shtipit, nga burgu i Prilepit, nga burgu i Kumanovës, nga burgu i Manastirit, nga burgu i Shkupit, nga burgu i Gjelgjelis, nga burgu i Strumicës dhe nga burgu i Strugës. Dhe në aksion për pastrimin rrugëve magjistrale dhe regionale në gjithë vendin gjatë 7 ditëve të ardhshme, do të pastrohen mendimin e personave të dënuar të angazhuar në punë. Ky aksion i koordinuar që do zgjat deri në 22 korrigimi 26 është rezultati i memorandumit të nënshkruar për bashkëpunimin mes institucioneve shtetërore me qëllim përmirësimin e higjienës së rrugëve në gjithë territorin e Maqedonisë. Pra, mos u çuditni nëse këtyre ditëve të shihni se si ndërmarrja publike e Maqedonisë e pat është edhe me policie shoqëror. Për realizimin efikas të planit të rënd, sot të bëjë një inspektim i drejtë nga drejtori i ndërmarrjes publike e Maqedonisë e Pat Aleksandar Shokovski, i shoqëruar nga Jovan Petrov dhe Lupshen Nestovski si përfaqësues nga kabineti i drejtorit të administratës për ekzekutim të sanksioneve Aleksandar Pandov. Pra, drejtoria e sanksioneve, që udhëheq Aleksandar Pandov, është drejt përse drejti nën kontrollin e Ministrisë së Drejtësisë. Për atë dhe këtyre ditëve unë i them, Ministri i Sheshët jeton Shasivari, do duhet të bëj një listë dhe të kërkoj drejtorisë për ekzekutim të sanksioneve. Sa janë ata të cilët me vite të tëra janë të dënuar për nuk i kanë vuajtur dënimet dhe pse? Pse duhet kënë arsyen se pse? Ne i shohim duke shëtitur, unë flas posaçërisht unë Tetov, janë shqiptarë, po edhe shumë shqiptarë të tjerë, kush i mbushi burgjet e Idrizovës dhe gjithandej? Shqiptarët. Se ata, se nuk i kanë shpinën e fortë, këta kanë pasur edhe një përkraje politike, përkraje materiale, mbi të korrupsione kështu me radhë. Me vite të tëra, unë kam një informat dhe kam një informacion nga viti 2013, i dënuar vitin 2007-2013, nuk ka bërë as një ditë. Dini çfarë është as një ditë burg. Ka të bëjë me marrjen e jetës së dikujt. Si shtohet në informacion zyrtar, në këtë proces të gjerë për mirëmbajtjen e higjienës, se rruga janë përfshirë pothuajse gjithë burgjet dhe institucionet kryesore korrektuese në vend. Dikur, pra, i çonin nëpër fabrika, tash ja, barem një punë të bëjnë, të burgosit, dalim edhe ata pak nga. Pra, gjithë kjo aksion ka edhe risocializimin e saj. Mirë po, e dëgjoj se çfarë tha në parlament kryeministri, vërtet jo kryeministri, po është zëvendës kryeministri i parë, Aleksandar Nikolovski, lidhur me kushtoj ka shumë shtret. Ta thonë jo. Edhe pse qeveria ende kërkon kohë për të realizuar projektin e tunelit për rrugën Tetov-Prizren, komunës së Tetovës si duket nuk i pritet. Rruga ka filluar që të hapet, konkretisht qartkorja e rrugës Tetov-Prizren, e cila do të përfundojë në hyrje tek tunelit. Punimet vazhdojnë të kryhen këtu në Bishkovicë, por nuk dihet ende se sa do të jetë e gjerë kjo rrugë, sa do të jetë e gjatë dhe cili është projekti që po realizohet. Por pas punimeve të kryera, historia përfundon këtu. Derisa nuk ka një projekt të finalizuar mbi tunelin që duhet të lidhë Tetovën me Prizrenin, rruga apo qartkorja do të mbetet e tillë. E njëjta kalon në përfshatrat Shqipkovicë, Brodec e Vesha deri në Bozovcë. Projekti duhet të përfundon për 6 muaj, ndërsa vlera e tij është 250.000 euro. Në kontratën e lidhur me subjektin që kryen punimet nuk figuron askund se kjo rrugë të çon në Prizren, por komuna e Tetovës e ka marrë përsipër për ta bërë pasi sipas tyre përfshin fshatrat e Tetovës dhe duhet rregulluar nga komuna. Punimet kanë filluar pa dhënë komuna shpjegim me informacion konkret nëse janë kryer shpronësimet, ka pasur dikush ankesë apo është bërë një studim paraprak mbi qëndrueshmërinë e tokës dhe trasesë nga kalon qartkorja për tek tuneli që lidh Tetovën me Prizrenin. Rasës këtij projekti kalon nëpër komunën e Tetovës dhe duke marrë parasysh faktin që një pjesë e kësaj rruge kalon përmes fshatit Shqipkovicë, ne si komunë jemi të përfshirë në ndërtimin e qartkorës të fshatit Shqipkovicë, që do të jetë segmenti rrugës Tetov-Prizren. Punimet për ndërtimin e Nëse Bilali arrin të realizoj këtë, unë do e lë gazetarin. Vërtet do e lë. Sepse çdo gjë pra ka edhe maskën e vet. Në fund maskat filluan që të çjerën.
Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i transportit thotë kushton shumë shtret, ky thotë kushton 250.000 euro. O solla sërish prapë që të jeni të bindur se diçka vërtet është e kalbër ose ne jemi të kalbër. Njëra është, inshallah ja del të realizoj sepse fitimi do ishte më i madh, zotëria nuk do hupte me mua kur gjë, mirë po do fitonte shqiptaria këtu në Maqedoninë Perëndimore. Ndërsa koridori 8, ja, po i vjen edhe mesi i muajit, nuk kemi duke parë se ka diçka në vazhdimsi lidhur me atë që quhet UNESCO. Ministresha e Janeska brëm e ka hutuar opinionin në një deklaratë mjaft interesante. Приватна пријавено до надлежните институции истражни и јавното обвинителство сомнение за фалсификат на диплома. Еве, например, ќе кажам, студентката нема фаќате точно за збор, не е ни битно, во еден месец положила 14 или 17 испити. Тоа реално на вистина не е можно. Ajde edhe njerë, ministresh. На вистина не е можно. Збор не е ни битно, во еден месец положила 14 или 17 испити. Тоа реално на вистина не е можно. А во исто време студирала и довдипломски и постдипломски, тука очигледно нешто не е во ред и Po pra, kjo është nga universitetet private në bllokun maqedonas. Çdo gjë është e mundur s'ko. E dëgjuat pra edhe me Z, ministresha dhe lavdroi, mbani mend, ligjin për arsim të lartë sipëror ende nuk ka një përfundim. Ndërsa njeriu i cili pastaj u lavdrua se është i përfshirë në ndryshimet është ministri i drejtësisë tash aso koha profesor në Universitetin e Shtulit me të drejtën kushtetuese jeton Shasivari. Pra çdo gjë ka një kuptim derisa kuptimi e rrumbullakson një mendim pozitiv. Pastaj çdo gjë tjetër nuk përputhet me realitetin. Vazhdojmë më tej pra, Maqedonia ka halle të shumta. Posaçërisht edhe Tetova ka halle të shumta. Tash janë kryetaret në vendlinjë. Të gjitha partitë politike mundohen që të sensibilojnë në lidhje me atë se kush është më mirë, urojnë mirëseardhje e kështu me radhë. Pra, unë u mora mbrëm me atë se në Tetov vazhdon të krijon mbrëmjet e festivaleve të ndryshme. Dikush këtu jeni të sigurt, edhe ka matematikat e veta. Okej, njerë në vjetë. Pra, të gjithë lavdërohen, por mbi gjitha lavdërata i bie Bilal Kasamit, cili nuk ndalet. Kujdes. Këtyre ditëve, si shbën me di nga policia, 2 gra nga Kumanova të moshës 23-4 vjeç janë arrestuar për shkak të keqpërdorimit të dhënave personale dhe ndihmë në kryerjen e veprës penale. Sipas policisë, para e dyshuar 22 vjeçare me inicialet ASD, në periudhën nga janari dhe në korrik të vitit 2026, pa pëlqimin e 19 persona ka përdorur të dhënat të tyre personale për të aplikuar për kredite shpejta konsumatore. Pas miratimit dhe pagesës së mjetit, paratë janë përvetësuar në mënyrë të kundërligjshme nga të dyja, duke përfituar dobi pasurore në vlerë prej 10.820.000 dinar. 34 vjeçare me iniciale MV ka ndihmuar në kryerjen e veprës penale dhe të dyve është ngritur kallëzim penal në prokuroritë kompetente. Okej, por unë do vazhdoj më tej. Qytetarët e Tetovës janë ballafaqur këtyre ditëve dhe me çmimet e para të larta se përket edhe pagesës së taksës familjare që është taksa e shtëpisë, por edhe sa përket ndryshimeve dhe rritjeve që u ka shpërnda edhe ujë në PK-shari edhe e bërllokëve Sovmajr. Kanë vluar sot, të pakënaqur. Njëri më thotë, po nuk bën me shtëpia bërllokë, bëjnë njerëzit, 2 jemi. Zi çfarë që them. Mickovski është arsyetuar se më në fund kemi stabilizuar çmimet e rrimës, ndërsa për janar mendojmë se do i
lirojmë edhe më tepër. Hajde inshallah. Hajr. Hajr. Nuk është okej, por tu ishtë në podcastin Mesut Shabanin me Mesut Shabanin, dëgjohemi nesër mbrëmë.